Radio Maria, pjesëri Krishtë në shtëpinë tënde. Radio Maria, Kosovë. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Ju flet Pater Lorenzi, frati i Gjakovës. Në prezantimin e veprimtarisë së franceskanëve në Kosovë kemi ardhur deri te famullia e Prizrenit. Ky është emisioni i 14 i kësaj radhe. Prizreni si qytet përmendet që në vitin 1020 ishte selia e i peshkët. Në kohën e romakëve, Prizreni quhej Justiniana Secunda. Justiniana Prima ishte Shkupi. Kur në vitin 1656, Monsignor Ndrej Bogdani u bë arqipeshkëv i Prizrenit, ai selin e vet e transferoi në Shkup. Atje ndërtoi edhe katedralen dhe kurjen arqipeshkvore. Por mjerisht, pasarsi i tij, arqipeshku i Shkupit, Monsignor Pjetër Bogdani, për shkak të dhunës së padurueshme të turqëve në Shkup, në vitin 1680 e transferoi selin e vet në Janjev, ku për shumë kohë mbeti selia e arqipeshkujve të Shkupit. Përjashtim është vetëm Monsignor Gjon Nikol Kazazi, i cili selin e vet e kishte në vendlindje në Gjakovë nga viti 1743 deri në vitin 1752. Më në fund, në vitin 1816, Monsignor Matej Krasniqi e bëri rezidencën arqipeshkuare në Prizren, kur arqipeshkuia qëndroi deri në vitin 1884. Ndër arqipeshkujt të Shkupit, të cilë selin e kishin në Prizren, ishin edhe disa franceskan. Misionarët e tjerë franceskan ishin famullitar në përfamullit e ndryshme të Kosovës ose ndihmës të tyre. Pater Bernardi nga Verona, franceskan, e dinte mirë gjuhën shqipe dhe ishte misionar në vendet të ndryshme në Shqipëri, pastaj edhe në Kosovë, në Bityq, Gjakovë, Pej, Prizren dhe Prishtinë. Nga misioni i Pultit u tërhoq në vitin 1650. Atëherë i kanë ofruar në vitin 1666 vendin e i peshkujt të Pultit, por ai nuk e pranoi. U kthye në Adhe dhe vdiq me 30 shtator të vitit 1682. Interesant është fati i Monsignor Daniel Durantit, franceskan nga Arezzo, i provincës romake. Ishte misionar në Egjipt e pastaj prokurator general në Rom. Ai ishte franceskani i parë i emëruar arqipeshkëv i Shkupit, me 4 prill të vitit 1690. Në kohën më të vështirë për katolikët e perandorisë osmane, menjëherë pas luftës së Vjenës dhe pas vdekjes së Monsignor Pjetër Bogdanit. Por turqit nuk i kanë lejuar kurrë të hyjnë në territorin e arqipeshkujisë së vet. Prandaj ai me 11 dhjetor të vitit 1690 dha dorëheqje dhe u bë arqipeshkëv metropolit i Smirnes, të cilën e drejtori deri në vdekje. Vdiq 80 vjeç me 7 janar të vitit 1727. Monsignor Urban Bogdanović, franceskan, është lindur me 1 tetor të vitit 1806 në Dubrovnik. Ishte shugruar si i peshkëv titular i Evropës me 30 shtator të vitit 1841. Pastaj u bë administrator apostolik i arqipeshkujisë së Shkupit me selin e Prizren me 30 shtator të vitit 1845 deri në 2
korrik të vitit 1863. Pater Mariano Pizzocchini, franceskan nga Palma Nova në Itali, në vitin 1835 është lindur, por shërbente në Zym, Gjakov, Janev dhe në Prizren, ishte sekretari i peshkut dhe administrator apostolik i arqipeshkuisë së Shkupit nga viti 1863 deri në vitin 1864, ishte prefekt i misionit të Epirit në Shqipëri nga viti 1875 deri në vitin 1887. Ai në Troshan e themeloi Kolegjin Serafik, do me thanë seminarin franceskan në vitin 1882. Vdiq në Venecia me 23 janar të vitit 1908. Monsignor Ivan Topić, nga Shibeniku, metropolia e Splitit në Kroaci, ishte i peshkëv i Lezhës. Atje njihet si Monsignor Gjoni i Gjashtë. Atje drejtoi i peshkrin për vitit 1842 dhe në vitin 1853. Dhe pastaj edhe ishte i peshkëv i Shkodrës nga viti 1853 dhe në vitin 1859, si edhe administrator i arqipeshkuisë së Shkupit me selinë në Prizren në vitin 1842 deri në vitin 1844. Ai në Prizren e ka themeluar shkollën për djem. Vdiq në Rom me 29 gusht të vitit 1869. Pater Emanueli nga Carpineto, i provincës së Asizit, ishte famultar i Prizrenit në vitin 1864. Përmendet 3 herë edhe në Zym nga viti 1853 deri në vitin 1868. Vdiq me 31 janar të vitit 1886. Pater Serafini nga Melia, i lindur në vitin 1846, ishte zëvendës famultar dhe mësues në Prizren në vitin 1872. Monsignor Dario Bucciarelli, franceskan i provincës së Asizit, i lindur në Castelplanio me 7 prill të vitit 1927, ishte misionar në Rubik në Shqipëri nga viti 1850 deri në vitin 1861, pastaj i peshkëv i Pultit nga viti 1862 në 64, e më në fund arqipeshkëv i Shkupit me selinë në Prizren nga 14 qershor të vitit 1864 deri në vdekje me 19 shkurt të vitit 1878. Vdiq shumë i ri, vetëm 51 vjeç. Ai ka ndërtuar katedralen e Prizrenit që funksionon edhe sot. Monsignor Fulgencie Carev është lindur në Kashtel Gomilica afër Splitit në Kroaci me 15 prill të vitit 1826. Ishte arqipeshkëv i Shkupit nga 28 mars të vitit 1879 deri me 19 mars të vitit 1888. Në kohë shumë të vështirë për katolikët në nësundimin otoman, pas Kongresit të Berlinit. Luftonte për lirinë e fesë së katolikëve të fshehtë laramanëve, për shkak të dhunës së turqëve dha dorëheqjen e arqipeshkujt në Shkupit dhe u bë i peshkëv i Hvarit, ishull në Kroaci afër Dubrovnikut. Vdiq në Hvar me 14 mars të vitit 1891. Pater Francesco Rossi da Monte Alto, i lindur në vitit 1816, ishte famultar në Prizren dhe në Gjakov, prefekt apostolik i misionit të Kosovës në vitet 1840 dhe në vitin 1853. Ai është autor i fjalorit të famshëm italisht shqip dhe shqip italisht. Pater Francesco Rossi.
Vdiq në Rom me 9 korrik të vitit 1888. Pater Rosario nga Castroluccio, franceskan, i lindur në Castroluccio të Italisë, ishte famullitar në Prizren, pastaj shërbeu në Gjakov nga vite 1860 deri në vdekje. Vdiq në Gjakov me 21 dhjetor të vitit 1877. U varos në Zym, në Shëngjerq Bytyq. Pater Lorenzo Bucciarelli nga Castelplanio, vllai i Monsignor Dario Bucciarellit, meshtar franceskan i provincës së Asizit, lindur në vitin 1844, ishte misionar në Shqipëri dhe në Kosovë për 14 vjet. Në Prizren shërbente në vite 1872 deri në 76, duket si sekretar i peshkut, pastaj 7 vjet në Shqipëri dhe 3 vite të fundit në Gjakov, nga viti 1883 deri në 86. Vdiq në Gjakov me 15 prill të vitit 1886, vetëm 42 vjeç. U varos në Karashëngjergj në Bytyq, famullia e Zymit. Pater Serafin Kucari, meshtar i provincës së Sicilisë, ishte misionar në disa famullit e Kosovës për vitit 1871 deri në 81. Pastaj nga Letnica kaloi në Zym dhe në Gjakov në vitet 1882-84, pastaj në Prizren në vitin 84, e ma në fund në Janjev deri në vdekje me 10 korrik të vitit 1890. Pater Robertin nga Kles, frati provincës së Trentos Tirol, ishte famullitar në Zym, pastaj në Prizren. Ka shërbyer edhe në Gjuhadol dhe në Shkodër. Vdiq në provincën e vet me 17 nëntor të vitit 1927. Pater Emanuel da Carpinetto, famullitar në Prizren, nga viti 1863 deri në 86, vdiq me 31 janar të vitit 1886. Pater Pacifik nga Vicenza, administrator apostolik i Prizrenit në kohën e Monsignor Pashk Trokshit në vitin 1899. Pater Augustin Zubac nga Hercegovina, ishte vizitator apostolik i Arqipeshkujsë së Shkupit në vite 1899 deri në vitin 1900. Kemi një frat nga famulja e Prizrenit, është Pater Anton Nua, biri i Pietrit dhe Elizabetes Nua, lindur Gjuriq, është lindur në Prizren me 12 qershor të vitit 1958. Mas pari ishte mestar dioqezan e pastaj u bë franceskan në vitin 1986. Shërben në Gjakov. Motrat e Shënkryqit në famullinë e Prizrenit kanë shërbyer nga 15 tetor të vitit 1971 deri në 28 maj të vitit 1973. Kemi 2 motra të Shënkryqit nga famullia e Prizrenit. E para ishte motra Manuela Guga, lindur në Prizren me 21 nëntor të vitit 1941, ka shërbyer 25 vjet në Gjakov, kryesisht si katekiste dhe organiste. Për ndryshe 4 vjet ka shërbyer edhe në Shkup dhe 10 vjet në Prishtinë, 1988-98. Vdiq në Gjakovo, në Kroaci, 19 dhjetor të vitit 2015. Motra tjetër nga Prizreni është motra Berlinda Tomrecaj, por kjo është lindur në Zym. Mirpo 4 vjeçe kanë shpengull, familja e saj ka shpengullur prej Zymit në Prizren. Motrat franceskane të zojës së papërlyer në Prizren i ka ftuar Pater Walter Happel, jezuit, në vitin 2001 për shkollën Loyola Gymnasium, e atje kanë vepruar motra Hana Kçira, Shpresa Kabashi, Luqe Çollaku, Angelina Prenklushaj,
Ljumnie Frokaj dhe motra Hilda Karica. Sot në gjimnazin Lojla veprojnë motra Aferdita Kaçinari dhe motra Shpresa Kabashi. Motrat franceskane nga familja e Prizrenit janë motër Maria Nua, motra e pater Antonit. Ajo ishte edhe e prore provinciale e motrave franceskane të zojës së papëlyer nga në vitin 2001 deri në 2007. Në këtë kongregat janë edhe motra Lusha Bisaku dhe motra Vilma Gojani, po ashtu nga Prizreni. Urdhrin franceskan shekullar në Prizren ka themeluar vetë arqipeshku i Shkupit Monsignor Fulgencie Carev në vitin 1883. E ka ripërtrir pater Marian Prela me 6 dhe në 8 gusht të vitit 1917. Me atë rast, urdhri franceskan shekullar në Prizren kishte gjithsejt 192 antar. Por fatkeqësisht, megjithse kjo vllazëri ishte mjaft e madhe, për shkak të rrethanave të kohës së komunizmit, edhe ajo pas luftës së dytë botërore u fik. Në rend e kemi Rugoven. Rugova sot nuk është familje pavarur, por dikur ishte. Në Rugov, dikur kanë vepruar misionarë të ndryshëm, por më në fund për të kujdesohej brenda mundësive familitari i Pejës. Pater Domenico nga Pieva, ish prefekt i misionit të Shqipërisë, ishte misionar në Rugov disa vjet deri në vitin 1738. Pastaj Don Pal Zogaj, meshtar nga familja e Gjakoves, lindur në Zogaj për të kufirit të Shqipërisë, ishte familjitar në Rugov në vitin 1765 deri në 69. Në rend e kemi familjen e Stublës. Kjo familje është themeluar në vitin 1905. Është ndarë nga familja e Letnicës. E shërben kleri dioqezan. Megjithatë, nga Stubla kemi disa meshtar franceskan. Maspari pater Fran Koliqi, i lindur në Stubel me 16 qershor të vitit 1873, ishte familjitar në Zym nga viti 1900 deri 1910. Zymi në atë kohë kishte 11 fshatra, me 93 familje katolike e përafërsisht 900 besimtarë. Pastaj ai shërbeu si familjitar i Laçit, por në Laç e vrau një musliman me 16 tetor të vitit 1919. Ai u varos në kishën familjitare të Shën Mihillit në Laç. Franceskani tjetër ishte pater Marian Lorenzi, biri i Fatmirit dhe i Getes lindur Zefi. Është lindur në Stubel me 10 shtator të vitit 1970. Zhgunin franceskan e ka veshur në Sarajevit me 2 tetor të vitit 1990, kushtet e përkohshme i bëri në vitin 91, kurse ato të përjetshme në vitin 95. Shugurimin diakonal në vitin 1996, kurse shugurimin meshtarak e mori në Gjakov me 21 qershor të vitit 1997. Ishte kapelan në Gjakov nga viti 1997 deri në 2006 e pastaj misionar për katolik shqiptar në Gjermani me qendër në Stuttgart deri në vitin 2014. Pastaj me 4 korik të vitit 2014 u shekularizua, u bë meshtar dioqezan dhe shërbeu një kohë në Letnicë e pastaj në Zvicër e tani në Zagreb. Kemi edhe motra franceskane të zojës së papëlyer nga familja e Stublës. Motra Elizabeta Ramaj, motra Miroslava Demaj, motra Floriana Shabani, motra Maristela Lukës, motra Sofia Toma, motra Antoneta Demaj, motra Ozana Demaj, motra Monika Ramaj, motra Kristina Monishi, motra Leonarda Arama,
moter Roza Cerchini, moter Viktorina Pali, pra 12 motra prej familjes së Stublës. Faleminderit Zotit, janë numër i bukur. Urdhin franceskan shekullar në familjen e Stublës e ka themeluar Pater Marian Prela me 18 gusht të vitit 1916. Atë ditë Stubla kishte 82 antar të urdhit franceskan shekullar. Në rënde kemi familjen e Shkupit. Megjithse Shkupi është jashtë Kosove, duhet të merremi edhe me Shkupin, pasi që nga viti 1656 e deri pas luftës së parë botërore, Kosova ishte pjesë e arqipeshkuisë së Shkupit e pastaj e i peshkuisë Shkup-Prizren, deri pas luftës së fundit në Kosovë në vitin 1999. Arsyeja është sepse në vitin 1656 Monsignor Ndrej Bogdani e transferoi selin e i peshkuisë nga Prizreni në Shkup me titullin e arqipeshkut, sepse Shkupi ishte qendra e arqipeshkuisë e cila përfshinte edhe Selanikun. Megjithatë, arqipeshku i Shkupit, Monsignor Pjetër Bogdani, për shkak të dhunës së padurueshme të turqëve në Shkup, në vitin 1680 e transferoi selinë e vet në Janjev. Pastaj turqit në luftën e Vjenës e shkatruan katedralen dhe kurjen i peshkuare të Shkupit. Prandaj Janjeva mbeti për shumë kohë selia arqipeshkuare e Shkupit. Përjashtim është Monsignor John Nikol Kazazi, i cili selinë e vet e kishte në vendlinjen e Gjakov. Ma në fund, në vitin 1816, Monsignor Matej Krasniqi e bëri rezidencën arqipeshkuare në Prizren, kur arqipeshkuit qëndruar deri në vitin 1884. Prandaj na intereson prania e karizmës franceskane edhe në Shkup. Shkupi, që në kohën e romakëve quhej Justiniana Prima, si seli i peshkuare përmendet që në vitin 325 në koncilin e parë ekumenik të Nikes. Franceskant në Shkup përmenden mjaft herët. I pari franceskan i njohur në këto vise ishte Monsignor Fridericus de Rotersbeke, i peshkëve i Shkupit në vitin 1351. Në vitin 1400, i peshkëve i Shkupit ishte po ashtu një franceskan, Monsignor Antonius de Teramo. Në kohën e sundimit otoman, Monsignor Ndrej Bogdani, në vitin 1856 është emëruar i pari arqipeshkëve i Shkupit. Ka kjo seli arqipeshkuin e drejtojnë të Monsignor Ndrej Bogdani për vitit 1856 deri në 67 dhe Monsignor Pjetër Bogdani për vitit 1667 deri në 1689. Ndërkaq turqit në luftën e Vjenës e shkatruan katedralen dhe selinë arqipeshkuare të Shkupit, kështu që i peshkuit nuk mund të ktheheshin më atje. Arqipeshkuit e Shkupit prej asaj kohe banonin kryesisht në Janjev, një kohë në Gjakov, e prej vitit 1816 në Prizren. Kështu edhe franceskant. Madje arqipeshkuit të Shkupit, Monsignor Daniel Duranti, që është emëruar arqipeshkëve në vitin 1690, turqit nuk i kanë lejuar as të hyjë në territorin e arqipeshkuisë së vet. Në Prizren e patën selin edhe administratorët apostolik të arqipeshkuisë së Shkupit, antar të urdhit franceskan. Ata ishin Monsignor Urban Bogdanović në vitin 1845-63, Monsignor Ivan Topić në vitin ai ka vdekur në vitin 1869. Pater Mariano Pizzocchini nga Palmanova, që kishte administrator apostolik në vitin 1863-64, si edhe i peshkuit ordinar, Monsignor Dario Bucciarelli në vitin
1864 deri në vitin 1878 dhe Monsignor Fulgencie Carev nga viti 1879 deri në 88. Selia arcipeshkore në Shkup është ripertrir mjaft vonë në vitin 1884. Pra e ka ripertrir Monsignor Fulgencie Carev. Por mjerisht, pas luftrave balkanike, arcipeshkuja e Shkupit në vitin 1914 u degradua në rang të i peshkuisë. Në bazë të konkordatit të Selisë së Shenjtë me Mbretërinë e Serbisë, e cila kërkoi që Beogradi të jetë selia e arcipeshkujt, kurse Shkupi vetëm selia e i peshkujt sufragan të Beogradit. Arcipeshkuji i fundit i Shkupit ishte Monsignor Lazar Mjeda nga viti 1909 dhe në vitin 1921. Motrat e Shënkryqit në Shkup. Në spitalin ushtarak në Shkup kanë ardhur me 5 janar të vitit 1950 nga Gjakovo 30 motra të Shënkryqit. Atje kanë vepruar në bazë të kontrates deri në vitin 1964, kur u kthyen prap në provincën e vet. Eprorja e parë e tyre ishte motra Smiljana Borić. Në spitalin e qytetit të Shkupit kanë vazhduar punën disa motra vullnetare, prej të cilave mas shumti qëndroi motra Ljubica Shantek deri në pensionim në vitin 1983. Pas tërmetit të madh në Shkup, në vitin 1963, në spitalin e Shkupit erdhen në ndihmë edhe disa motra nga Prishtina. Aty mjekohej dhe vdiq edhe motra Petronila Ribinski me 26 mars të vitit 1981, pas fatkeqësisë së rënë në spitalin e Prishtinës, kur shpërtheu aparati për sterilizimin e epruvetave. Në rezidencën e i peshkujt të Shkupit, motrat erdhen me kërkesë të i peshkujt Monsignor Joakim Herbut në vitin 1970. Ishin 2 motra deri në vitin 1982, kur erdhi edhe motra e tretë, motra Cecilia Slivnjak, si organiste në katedralen e Shkupit. Mas shumti aty kanë vepruar motra Angela Spajić, Agnela Spajić dhe motra Aleksia Kobash deri në vitin 2004. Në familjinë e Shkupit, motrat e Shënkryqit kanë punuar në vite 1956 deri në vitin 1987. Urdhin franceskan shekullar në Shkup e ka themeluar Pater Marian Prela me 20 gusht të vitit 1916. Atë ditë Shkupi kishte 47 antar të urdhit franceskan shekullar. Kështu erdhëm deri te familja e Velezhës. Familja e Velezhës u themeluar në vitin 1919. U nda nga familja e Prizrenit, e shërben kleri dioqezan, por megjithatë ajo ka mjaft thirrje franceskane, mjaft meshtar dhe motra. Franceskanët nga familja e Velezhës janë Monsignor Hilka Bashi, biri i Marashit dhe i gjysës Marku, lindjen e Caparc të familjes së Velezhës me 19 shkurt të vitit 1921, 4 vjet të shkollës fillore i kreu në vendlindje, 4 tjera në Prizren. Shkollën e mesme filloi në seminarin dioqezan në Pazin në vitin 1958, e vazhdoi në seminarin franceskan në Visokol 1959-62. Zhgunin franceskan në Veshi me 14 korrik të vitit 1962, kushtet e përjetshme i bëri në vitin 1968, u shugurua diakon në mars të vitit 1969, kurse meshtar me 18 maj të vitit 1969. Shërbeu si kapelan në Bugojno në vitin 1970-71 dhe në Bihaq 71-72.
Ne Gjakov shërbeu 12 vjet, nga viti 1972 deri në vitin 1984. Guardian dhe famullitar Ne Gjakov ishte në vitin 1976 deri në 79. Pastaj u bë misionar në Stuttgart, misionar për shqiptar në Gjermani. Me 16 janar të vitit 1997 u shugurua i peshkëve për jugun e Shqipërisë. Monsignor Hilkabashi shërbeu i peshkëpin e jugut të Shqipërisë si administrator, mas pari nga Fieri, pastaj nga Vlora. Në vitin 2017 u kthye në Gjakov si pensionist. Frati tjetër nga familja e Velezhës është Pater Ambruz Ukaj, biri i Prenkut dhe i Prenës Këqira, lindi në Velezhë me 23 shkurt të vitit 1961. Shkollën fillore e kreu në vendlindje, shkollën e mesme në seminarin Paulinum në Subotic, teologjin e studioj në Rijek. U shugurua diakon në Velezhë me 26 dhjetor të vitit 1986 e shugurimin e meshtarak e pranoi po ashtu në Velezhë me 1 gusht të vitit 1987. Shërbeu si meshtar dioqezan 1 vit në Velezhë e 2 vjet në Binç. Pastaj hyri në urdhin franceskan në provincën franceskane të Shënkryqit, Bosna Srebrena. Zhgunin franceskan e veshi me 15 korik të vitit 1990. Kushtet solemne i bëri me 10 shtator të vitit 1995. Pas noviciatit disa muaj veproi në Dubrave në Bosnë e pastaj si kapelan në Gjakov. Famullitar dhe guardian ishte në vitin 1997 dhe në vitin 2006. Në vitin 2001 filloi ndërtimin e kishës së re famulitare në Gjakov. Motrat franceskane të Zojës së Papërlyer në Velezhë erdhen në bazë të kërkesës së famullitarit Don Damian Kurtit, i cili e kishte në kuvent në Cetinje motrën e vet, motra Franja Petrović. Në vitin 1975-76 u ndërtua kuvendi i motrave bashkë me banesën e famullitarit, të cilën e bekoi Monsignor Nik Prela me 25 shtator të vitit 1976. Velezhë është famullia e parë e Kosovës në të cilën erdhen motrat franceskane të Zojës së Papërlyer nga Cetinje të Malit të Zi me 18 shtator të vitit 1969. Motrat e para ishin motër Johannes Zizek, motër slovene kushinjere, velezhjan të kanë quajtur motër plak. Dhe me të ishte edhe motra Franja Petrović nga Binça, infermiere, motra e Don Damian Kurtit. Pastaj aty kanë shërbyer edhe shumë motra tjera. Sot në Velezhë shërbejnë motra Luliana Marku, motra Lumnie Frokaj dhe motra Viktorina Palić, kurse motra Afrodita Kaçinari dhe motra Shpesa Kabashi aty jetojnë, por shërbejnë në gjimnazin Loyola në Prizren. Motrat franceskane të Zojës së Papërlyer nga famulja e Velezhës janë këto: mas pari e ndjera motër Margareta Ukaj, bia e Nikolës dhe e Maris Lëndor Thaçi, është lindur në Velezhë me 22 shtator të vitit 1940. Si motër deri punonte në shumë vende. Vitet e fundit jetonte në Dobrot, ku edhe vdiq me 28 gusht të vitit 2021. U varros në Cetinje me 30 gusht të vitit 2021. Motrat tjera franceskane nga Velezha ishin motër Bernarda Dani, motër Marte Spaci, motër Hilda Karica, motra e Pater Hilit, motër Mariana Merdita, ajo ishte e prore provinciale e motrave franceskane të Zojës së Papërlyer në vitin 2007-2014, motra Klara Curi, motër Terezina Paluca, motër Lidia Këqira,
Edhe kjo ishte e prore provinciale e motrave franceskane të Zoesa pa përlyer nga viti 2014 deri në vitin 2022. Pastaj motra Kristiana Thaçi, motra Albina Pergjoka, motra Gjyste Gjon Leshaj, motra e Monsignor Rok Gjon Leshajt, motra Bore Marki, motra Hana Kçira, motra Neta Domgjoni, motra Luçe Çollaku dhe motra Benjamina Spaçi dhe motra Pia Kçira. Pra 17 motra vetëm nga famullia e Veleshës. Faleminderit Zotit, Zoti i bekoft, i shenjtroft dhe i shtoft. Me famulli tjera, do të vazhdojmë në emisionin e ardhshëm. Këtë emision po ashtu do të përfundojmë me një lutje të shkurtër. Zoja e bekuar, Nana e Këshillit të Mirë, pajtoria e popullit shqiptar, lutu për ne, mbretëresha e urdhit franceskan, lutu për ne, Shën Francesca e Shën Klara, lutuni për ne, të gjithë shenjtërit e shenjtëreshat e hyjt, lutuni për ne. Zoti qoftë me ju. Ju bekoft, ju ndihmoft të ju rujt, hyj gjithë pushtet Shemati dhe Biri dhe Shpirti Shenjtë. Amen.